Një shpull pra ka nxitur urrëtie mes shqiptarëve. Si e komentoni? Shqiptari i Shqipërisë godet në një format televiziv, shqiptarin e Kosovës. Ç'mendim kanë qytetarët? Tash unë ndjeri që keq me thonë drejtën po. Nuk e di, ne shqiptarët e kemi që atë. Po bra. Gjak nxehti. E kupton? Nxehemi me një herë. Shkojmë gjym për kocka. Ti i ke gjytë njënit? Njëtën tate? Po si më tjeni prapë. Me kokë apo me... Me kokë, me grusht, me shkelma. Unë do të thosha që është big degenerim. Big degenerim? Po. Dhuna shkaktohet në mes degenerimit të dhunë, edhe dhunë ka. Ka dhe dashuri, ka dhe dhunë. Ka gjelozi. Ju si unë djetë? Unë nuk unë diva mirë me thënë drejtën, për arsye se u godit një kosovar, po për arsye se ishte provokues, po. Për mendimin tim shqiptar kanë shumë gjëra të tjera për të bërë. Njëri shpullës, sepse shpullat, okay. Na dhe një shpull po tregoj tjetrën. E kuptova. Këtë janë tjetër të faqes. Kjo është ideja. Mirë do ishte të mendonin gjithë kështu po. Nuk e di. Në atë pjesë nuk bëj pjesën. Aja loj nervash. E pra. Loj nervash. Dikush është i papërmbajtur, nuk e duron, dikush e duron, por s'është bën nami për mendimin tim. Po kanë filluar të urshahet o ashtu. Për mendimin tim s'është bën nami dhe nuk është njerëzit po vriten, njerëzit po gjuhen në grushta apo sa ka tuën. S'është bën nami, loj nervash, është pratë punë kanë hyrë ato. Ai është elementi më i degeneruar është ai Big Brother. Unë jam kryetari i shoqatës Shqipëri-Amerikë. Njeriu që mbështes gjithë botën. Ju mbështesni gjithë botën. Dhe njeriu i Zotit në tokë. Ka 3 vjet e gjysmë. E kuptoj, po si ka mundësi që një shpull po bën përçarje? Po ta bëj përçarje po si. Ju duket e drejtë. Përse kujt i shërben Big Brother? Pa më thoni ti moralisht. Po ç'do bëjnë? Da ka të kaderin angshin ç'do bëjnë? E kuptoj. Dhun ka nxit, po përfundimisht një drejtë ka pasaj. Se me qenë të bie u tyll, se ti mund, çes mbjet ti mund unë ti. Po patjetër. E ka pas një fat drejtë. Po dhun ka ushtru. Ata njerëz pa personalitet janë futur aty gjithë një lloj. Ata mund rrifen dhe në rrugë. Kështu që është shumë në rrugë 3 veta e morin vesh, po ty e pa një Shqipëri e tërë. Ku? Po edhe në rrugë ashtu. Shohim prindrit, shohim. Shkon llafje mas llafje kjo pastaj. Edhe ai tjetri nxitoi që ti hapte derën. Tash i shkoi që tjetri tash në momentin që është nxehtë, i thoi hajde dil tash. Çfarë do bëj ti? Si do reagoj? Hajde thotë fusi shpull. Ja rrazim shpullën, ja kuptoje. Po kjo ka nxitur përçarje me shqiptarë. Ja, është mentaliteti do pra ato që njerëz le, që janë mentalitet le, mundohen në shoqëra pa. Ska sepse ai që është çiki pjek kupton, po janë momente emocionale. Mund të justifikohet mëna? Janë momente emocionale. Janë emocionale, po momente emocionale ndaj njerëzit priten që mos ai penohen. Është emocion. Pesa. Numri 5. E ka fajin pesa? Numri 5. Ka një kuptim. Glap. Bo. Që kjo është.